mirë se keni ardhur. Jam shumë i lumtur që kemi arritur në një fazë shumë të rëndësishme të kampionatit. Jemi në gjysmë finalen e parë dhe kemi dy skuadra që kanë arritur të kualifikohen në këtë gjysmë finale, Aleksandër Mojsiu nga Kavaja dhe 28 nëntori nga Shkodra, një dorë tërkitje për të dyja skuadrat. Ky kampionat ishte që se nuk do të kishim mbështetësit tanë, Agjencinë Kombëtare të Rinisë dhe AMSHC, por nga ana tjetër nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim elementet edhe kontributin e dur, sikurse janë edhe gjykatësit tanë. Ndaj dua të falenderoj profesoresha Idën që na është bashkuar sërish pas kaq kohe mungesë. Besoj të gjithë e njohim, keni bërë trajnimin me Zysha Idën, por nga ana tjetër unë i them Zysha, ky është termi na përfaqëson më së shumti për duke qenë se njihemi tashmë prej vitesh edhe kemi dhe një farë raporti miqësor me njëri tjetrin, por dua ta falenderoj shumë për gjithë punën që ka bërë me të rinjt për sa i takon trajnimit, por nga ana tjetër edhe për kontributin në riformatimin në një farë sensi të formatit, që sigurisht çdo vit përmirësohet, por edhe do vazhdoj të jetë edhe më i mirë, edhe më i bukur, edhe më i përshtatur me të gjithë nevojat që ka ky lloj formati. Edicioni 9 i Ridebate, 9 vite që zhvillojmë një aktivitet të tillë, ndaj dua të falenderoj edhe organizatën Liburnetik që prej 9 vitesh tashmë ka nisur një rrugtim kaq të gjatë, ndoshta është një nga projektet me jetëgjatësinë më të madhe, se të bësh 9 vite debat është një impenjim edhe një sfidë vërtet e madhe. Kjo jo vetëm në realizim, sepse atë e marrim përsipër vetë ta bëjmë me shumë dëshirë, por edhe për të gjetur mbështetësit të dur, edhe për të gjetur fondet, por edhe mbi të gjitha për të gjetur të rinj që kanë dëshirë që të debatojnë. Kjo është më e rëndësishmja. Ndaj jemi sot këtu për të debatuar mbi tema të caktuara që kanë prekur si nga ekonomia qarkulluese, si nga digitalizimi, si inteligjenca artificiale, shumë aktuale, por edhe tema tjera që janë spontane, të cilat ju i prekni në përditshmërinë tuaj. Kështu që pa humbur kohë, dua t'ju prezantoj edhe me dy anëtarët e tjera. Angel Lipa është drejtuese e Brain Nest Institute. Është një institucion i ri, le të themi kështu, që ka të bëjë pikërisht me menaxhimin e projekteve apo edhe shkrimin e tyre. Nuk është e lehtë të bësh projekte të bukura sot, kështu që kush doj edhe mund ta kontaktoj Engjin nëse ka një ide, po nga ana tjetër duhet të kontaktoj edhe Liburnetik. Liburnetik prej 9 vitesh bën Ridebate, por ka më se 12 vjet, tashmë jemi futur në vitin e 12, si organizatë rinore, pjesë e shoqërisë civile që prej vitesh është angazhuar më së shumti me të rinjt, duke bërë projekte që kanë në fokus pikërisht ata. Ndaj, dera është e hapur, kushdo që do të na bashkohet, si vullnetar apo edhe si me një ide projekt që do ta zbatoj me organizatën, mund ta bëj. Por edhe në nivel orientimi, nëse keni nevojë për diçka që ndoshta keni të paqartë apo jo, mund të na bashkoheni në çdo moment. Do të falenderoj edhe Eliverta Muçon, prej 9 vitesh është pjesë e stafit gjykues të Ridebate, e impenjuar edhe në këtë rol prej shumë vitesh tashmë, sigurisht se e thash, dhe do të bëjmë një vlerësim sot sa më transparent dhe sa më të bazuar te kriteret e vlerësimit që kemi. Pa humbur kohë, do të ftoj tani një nga anëtarët e skuadrës Aleksandër Mojsiut, bëj përzgjedhjen për sa i takon temës së debatit në skuadër. E lexojmë? Ja, një sekond, lutem. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprues për zhvillimin politik, ekonomik dhe social të vendit, pra euroskepticizmi. Faleminderit, Casey. Pra tema do të jetë antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprues për zhvillimin politik, ekonomik dhe social të vendit, ose ndryshe e njohur si euroskepticizmi. Tani do të bëjmë edhe përzgjedhjen e qendrimit që do të mbajnë shkolla tjetër. Kundër do të jetë 28 nëntori, pro do të jetë skuadra e Aleksandër Mojsiut. Keni 7 minuta kohë përgatitore, suksese.
debatuar mbi euroskepticizmin. Pro, është Aleksandër Mojsiu, kundër do të jetë 28 nëntori, do të filloj skuadra që marrin qëndrimin pro dhe do të pasohet pastaj nga skuadra që marrin qëndrimin kundër, Senela dhe Casey, si liderët e skuadrave. Suksese. Atëherë përshëndetje të gjithë. Unë jam Kisi She nga Gjimnazia Aleksandër Mojsiu Kavaj dhe sot mbajmë qëndrimin se afrimi i Shqipërisë, antarësimi i Shqipërisë në BE nuk është aq dobiprues për zhvillimin ekonomik, politik dhe social të vendit. Atëherë do doja ta nisë fjalën time duke thënë se euroskepticizmi nuk duhet parë si një refuzim i Europës, por si një frikë se antarësimi në BE nuk do të sjellë automatikisht zhvillim real në politikë, në ekonomi apo në jetën tonë sociale, pra. Është vënë re se Shqipëria gjatë procesit të integrimit është hasur me problematika të shumta, duke nisur që nga korrupsioni, varfëria, duke vazhduar me humbjen e perspektivës së të rinjve dhe më e rëndësishme është integrimi masiv i popullsisë. Në 2024, 54.8% e shqiptarëve menduan se emigrimi i personave ose i shqiptarëve jashtë vendit është arsyeja kryesore pse ne nuk po integrohemi dot ashtu siç duhet, ndërkohë që në vitin 2023, 75.000 shqiptar kanë kërkuar të jetojnë në vendet e BE-s. Pra, integrimi në Europë po shikohet më shumë si një mundësi për t'u larguar nga vendi, sesa për qëndruar dhe për ndërtuar jetën tonë këtu. Prandaj kam një pyetje, nëse BE-ja nëse mendoni që antarësimi në BE do jetë dobiprues, atëherë mos po bëhemi ne fuqi punëtore dhe furnizues me emigrant për vendet e BE-s? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Joana Xhuaj dhe në lidhje me atë që ju thot, dëgjova më përpara që ju thot që nëse ne bëhemi pjesë e BE-s, nuk do shfaqen automatikisht përfitime, por ama kjo është e ditur pasi na duhet pak kohë për përshtatje, por pas përshtatjes do kemi fitime shumë afatgjata. Gjithashtu do doja shtoja faktin që antarësimi në BE ndihmon në demokratizim dhe institucionet shqiptare. Sipas Safe Search House në vitin 2025, presioni dhe standardet e BE-s kanë ndihmuar në zhvillimin gradual të qeverisjes demokratike. Gjithashtu ju mund të thoni se reformat bëhen vetëm për shkak të interesave politike dhe jo për shkak të interesave qytetare, por edhe nëse do kishte qenë e tillë, atëherë fitime do kishin qenë gjithsesi për qytetarët. Prandaj, ritmi i reformave në Shqipëri a do ishte i njëjtë nëse nuk do kishim presionin dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian? Përshëndetje, unë jam Darli Tibra dhe desha të flisja për euroskepticizmin, unë të isha pra. Tani e dim që BE është një organizat e cila në ndihmon me dhënien e granteve. Por, për një ekonomi si Shqipëria, ku 17 deri 18% e popullsisë punojnë në fshat dhe ekonomia jonë është një ekonomi e cila bazohet në ekonominë fshatare dhe kryesisht familjare, kjo bën që ne të mund të mos krahasohemi dot me fuqitë e mëdha evropiane, të cilat ofrojnë subvencione për vendet e tyre me mijëra dhe miliona euro. Gjithashtu, desha të thoja se ka pasur probleme të tjera, si Italia dhe Greqia nuk kanë pasur dot konkurrencën me shtetet të tjera si Gjermania dhe Franca. Gjithashtu BE ka dhe Komisionin Evropian, i cili antarët e vet i zgjell me emërim dhe jo nga populli. Kjo krijon një problem politik dhe gjithashtu mund krijo dhe tirania. Përshëndetje, unë që Mirena Zefi. Faleminderit për argumentin tuaj, por më duhet të kundërshtojmë në disa pika. Ju përmendet se 17 deri 18% e popullsisë janë fshatar, por të përqindja sa janë në krahasim me 100%, flet vetë diferenca. Po ashtu mos të flasim për BE-n që ka shumë reforma që ne na bëjnë të ecim përpara. Sigurisht ju mund ta çuni këtë presion, por siç ka thënë Aristoteli, rënjt mund të jetë të egra, por fruti është i ëmbël. Pikërisht, ky fruti i ëmbël janë këto reforma që BE-ja ne na i çet përpara. Sipas Komisionit Evropian të vitit 2023, Shqipëria ka arritur një nivel të performancës mesatare pikërisht për këtyre reformave, që qeveria jonë nuk do të kishte bërë dhe me së tepërmi po këto reforma, ne do të kishim mbështetur një ekonomi informale ku në të vërtetë ligji nuk merr pjesë,
por merr pjesë kush është më i fortë. Sigurisht mund të thoni që janë vetëm teori, po ashtu këto reforma janë vetëm teknike, por le të jemi të sinqertë, sepse ne duam standarde europiane, por me zakonet ballkanike. Por siç ka thënë edhe Robert Schuman, Europa nuk bëhet mbi bazën e disa planeve abstrakte, por pikërisht në disa reforma konkrete. Faleminderit. Faleminderit Rejana për argumentin tënd, por nëse ne do të hyjmë një analizë më të gjerë në aspektin ekonomik, për integrimin në Bashkimin Evropian, na duhet të përmbushim në mënyrë të saktë disa reforma politike, administrative, sociale dhe teknologjike. Ky tranzicion nuk është thjesht ndryshimi i disa ligjeve, pra nuk vetëm i shkruar, por kërkon investim të madh si ekonomik, por dhe nga ana sociale. Shqipëria ka një GDP për rreth 6.000 deri në 7.000 USD sipas Bankës Botërore 2024. Ndërkohë që Bashkimi Evropian ka diku të 35.000 USD. Ky hendek kaq i madh e tregon vetë kapacitetin e vogël që ne kemi si shtet për sa i përket anës financiare për të përshtatur me këtë tranzicion. Duke kapur dhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm, siç janë bizneset e vogla. Një biznes i vogël që nuk ka mundësi të integrojë për sa i përket këtyre reformave, çfarë do të bëjë? Do të kalojë ose në mbylljen të biznesit, ose në ndryshime shumë të mëdha, të cilat ai nuk i përballon dot financiarisht. Atëherë, logjika ime është shumë e thjeshtë. A duhet ta ndjekim ne këtë plan që është kaq i kushtueshëm dhe ne nuk kemi mundësi financiare ta ndjekim? Faleminderit. Përshëndetje, jam Erola dhe duhet të them disa gjëra pikërisht në lidhje me argumentin tuaj. Ju përmendët se Shqipëria ka nevojë për investime të mëdha fillestare për të përshtatur pikërisht me këtë BE. Po pikërisht BE-ja ka marrë disa pika për të përkushtuar në këtë mënyrë, siç janë edhe subvencionet dhe fondet e mëdha për që Shqipëria dhe vendet e tjera sigurisht për të përshtatur me këtë lloj ligje. Gjithashtu duhet të shtoj se vetë integrimi në BE ndihmon ekonominë mes uljes së rrezikut dhe rritjes së investimeve. Integrimi harmonizon rregullat lokale me standarde globale. Kështu duke i dhënë garanci tregtare që kapitali i tyre nuk mund të preket në rast të paqëndrueshmëri politike. E siç ka thënë Sean Bernard Clark, anija është më e sigurt në port, por nuk janë ndërtuar për këto anijet. Sipas perspektiva 2024-2026, progres raportet pozitive të BE-s korrelojnë drejt për drejt me investimet e huaja direkte, ku në Shqipëri arriti shifër rekord për 1.5 miliard euro. Pra, a mundet ekonomia jon kaq e vogël të konkurrojë vetëm në xhunglën e ekonomisë globale, po çadren e fuqish e mbrojtëse të tregut më të fuqishëm në botë. Faleminderit. Përshëndetje Eriola, e gjova me shumë vëmendje argumentin tënd dhe unë dua të them se niveli financiar dhe institucional është shumë e vërtetë që BE-ja ka dhënë fonde të konsiderueshme që sjellin normalisht një zhvillim ekonomik të vendeve tona, po ashtu përmet programeve të IPA, si sjellin vendeve kandidate, përmet projekteve të infrastrukturës. Por problemi vërtet dhe që ne duam trajtojmë këtu është vendi ynë. Dhe vendi ynë ka treguar se aftësia e shtetit ton fakt për të menaxhuar ose më saktë për të menaxhuar këto fonde dhe me efikasitet dhe transparencë është mjaft e ulët. Sipas Transparency International dhe Komisionit Evropian, Shqipëria ka një rrezik të lartë për korrupsion. Ajo renditet në vendin e 98 nga 180 shtete për korrupsion dhe dobësi institucionale. Që thotë, shumë shërbime publike edhe me fondet e BE-s kanë hasur vështirësi në praktikë dhe kanë pasur efikasitet të ulët. Pra, në teori mund të ketë qenë diçka krejt ndryshe, në praktikë është ndërtuar diçka ndryshe. Pra, ekziston që këto fonde që vijnë nga BE-ja përdoren dhe të bien prej korrupsionit, bien prej burokratizmit. Pra, për çfarë na shërbejnë këta fondet kaq të mëdha, kur ne në të vërtetë duhet rregullojmë sistemin politik të brendshëm, kur ne në të vërtetë pra duhet i sjellim dobi reale qytetarë, por që nuk po ndodh. Përshëndetje, quhem Ade Gorilla. Para se me duhet të them se në vendin tonë ekzistojnë disa organizata si SPAK dhe Veting, të cilat shiten si sukses në fakt nga qeveria jonë, por në fakt në thelb janë bazuar tek ato ligje apo të rregulla të Bashkimit Evropian. Për më tepër, ne duhet të antarësohemi në BE, sepse ajo përmirëson qartë cilësinë e jetesës. Nuk do të harrojmë që BE-ja funksionon në fakt sipas disa rregullave strikte, të cilat vlen për mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjeve të drejtave qytetare, apo edhe për përmirësimin e shëndetësisë. Kjo do të thotë që shqiptarët më në fund do të kenë akses në shëndetësinë sipas standardeve evropiane, në ujin e pishëm 24 orë, në një ushqim më të sigurt dhe të kontrolluar, si dhe të mbrohen në mënyrë ligjore për të gjithë punonjësit. Këtu më vjen ndihmë edhe një statistikë nga Eurostat në vitin 2023, e cila thekson se vendet e antarësuara në Bashkimin Evropian njohin një rritje prej 30% në indeksin e cilësisë së jetës. Prandaj kam një pyetje në fund. Ka zhvillim real për Shqipërinë, se sa pikërisht garantimi një jetese për të gjithë qytetarët, si të gjithë qytetarët evropian? Faleminderit.
Përshëndetje Adi, quhem Alvi dhe dëgjova me vëmendje argumentin tënd, por kisha dua të theksoj diçka. Ti përmende që ne do të jemi në nivel me standardet e Europës, por për Shqipërinë, shteti ynë, kjo nuk do të ishte aq e mirë sa duket, sepse nëse ne do të marrim një shembull konkret, janë vendet e Eurozonës. Këto vende që përdorin euron dhe nuk përdorin monedhën e tyre, nuk e kanë të drejtën e plotë të tyre mbi çfarë do të zgjedhin me monedhën e tyre dhe si konkretisht do ta zhvillojnë këtë. Për vendimet që merren nga Banka Qendrore Evropiane. Dhe kjo gjë do ta penalizonte shumë edhe Shqipërinë, sepse ne si shtet një me ekonomi të brisht, nuk e kemi të drejtën tonë që të jemi me standardet e Europës, sepse në shumë degë që ne nuk jemi aq të zhvilluar sa të tjerët, ne nuk mund të zgjidhim të zhvillojmë vetë ato, por duhet të jemi të barabartë me standardet e Europës. Kjo do të na penalizojë neve më shumë se sa do të na ndihmojë. Pra, një pyetje që kam unë, a është vërtet një shtet sovran kur nuk ka të drejtë të plotë mbi ekonominë e tij? Përshëndetje, quhem Sinela, lidhur me atë që u thatë, me të vërtetë që monedha është një pikë shumë e rëndësishme që duhet prekur, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh se me të vërtetë mund të ketë probleme fillestare në përshtatje, por nga ana tjetër në vazhdimsi problemet ekonomike të një vendi do të shqyrtohen në bashkëpunim me BE-n. Dhe kjo jep një përparësi shumë të madhe çfarë lloj problemi që mund të ketë secili vend antar i BE-s. Së dyti këtu duhet kemi parasysh se faktikisht antarësimi duhet të ndodh sepse ruhet kështu një lloj dhe rritet shumë stabiliteti institucional dhe politik i një vendi. Përmes sundimit të ligjit, mbikëqyrjes nga BE-ja, po gjithashtu edhe mbrojtjeve të drejtave të individit. Ju me të vërtetë mund thoni që tranzicioni kërkon tensione politike të cilat mund të çojnë në një ndarje institucionale. Por nga ana tjetër, kjo lloj ndarje do të jetë shumë e përkohshme në krahasim me institucione demokratike që do të jenë të qëndrueshme, afatgjata dhe shumë herë më të forta se ç'janë zakonisht. World Justice Project në 2023 ka treguar se vendet e BE-s ndodhen në 20 vendet e para në listën për sa i përket indeksit të sundimit të ligjit. Dhe në fundit Aristoteli thoshte se shikonte njeriun si një qenie sociale. Sipas kësaj shprehje, a nuk i takon kështu se edhe ndërveprimi me BE-n do të na rristi një shtet? Përshëndetje Sinela, jam Romina, e ndëgjova argumentin tënd, por dua të më lejon të them se antarësimi në BE shpeshherë shihet si një perspektivë dobipurse për ne, por ne nuk kemi parë në të njëjtën kohë anët negative që BE-ja ka. Gjithashtu, antarësimi në BE nuk shihet si një integrim, sepse edhe vetë ajo po has vështirësi. Sipas një studimi të bërë nga Eurobarometer 2024, BE-ja ka hasur kriza ekonomike pas pandemisë, e cila ka vazhduar edhe midis vendeve anëtare të saj. Antarësimi në BE, neve si shtet na çon drejt një krize sociale dhe ekonomike. Gjithashtu, vetë BE-ja ka pasur debate të brendshme edhe me vendet anëtare, të cilat kanë deklaruar edhe krizat që kanë ardhur. Më lejo të bëj edhe një pyetje. Kur vetë BE-ja ka krizë ekonomike ose vështirësi sociale, pse ne duhet ta shohim si një model të sigurt antarësimin në BE? Përshëndetje, unë quhem Sonja Bushati. Për sa i përket asaj që ju sapo thot, duhet t'ju kujtoj se në fakt shumë shtete, sidomos ato të Ballkanit, të cilat kanë pak vështirësi në zhvillim, kanë pasur goxha një përmirësim për sa i përket kushteve institucionale apo ekonomike të tyre, dhe shembulli më konkret është Kroacia apo Bullgaria dhe Rumania. Këtë dua të shtoj edhe se antarësimi në BE jep akses Shqipërisë në tregje shumë të mëdha që japin një hoftë të madh zhvillimit ekonomik. Integrimi në tregjet europiane mund të rrisë eksportin dhe importin, të japi mundësi të tërheqë investitorë të huaj apo të rrisë cilësinë e prodhimit. Një shembull shumë konkret është kompania e njohur Balfin Group, e cila ka zgjeruar operimin e saj në shumë vende të Ballkanit apo edhe në Europë, duke treguar se kompanitë të mëdha shqiptare bëjnë lidhje me ato të huajat. Apo personazhe të njohur si Mira Murati, Dua Lipa dhe Bebe Rexha, të cilat kanë pasur një zhvillim shumë të madh dhe janë shembuj më konkret se si shqiptarët mund të rriten në hapësira të mëdha ekonomike të Europës. Pra, me këto që ju thash, pyetja ime është, si mund të rritet ekonomia një vendi nëse rrinë izoluar nga tregu më i madh? Përshëndetje, jam Shejana, jam plotësisht dakord me argumentin tuaj. Dhe përgjigjja ime që antarësimi në BE nuk garanton zhvillim automatik. Dhe vendet si ti përmende, si Bullgaria dhe Rumania, janë bërë pjesë e BE-s që nga viti 2007 dhe ende sot përballen me probleme ekonomike dhe sociale. Pagat u rritën, emigrimi dhe problemet ekonomike ende vazhdojnë. Kjo do të thotë që antarësimi në BE varet nga ekonomia e fortë dhe reformat e brendshme. Nëse BE-ja është modeli më i qëndrueshëm për zhvillimin, përse disa vende anëtare ende nuk janë të zhvilluar plotësisht? Faleminderit.
Përshëndetje, unë quhem Rina Roj dhe ju përmendit se ka kriza ekonomike, por siç e përmendje edhe antarja tjetër e skuadrës sime, Sonja, Kroacia ka pasur probleme ekonomike në fillim, por gradualisht ajo është përmirësuar. Po ashtu BE-ja nuk premton një zgjidhje magjike. Ajo thjesht premton një zhvillim të gradual nëpërmjet presionit që ushtron. Në politikë shpesh thuhet se zhvillimi nuk ndodh në izolim, por ndodh në bashkëpunim. Dhe kjo është pikërisht ideja mbi të cilën mbështetet projekti evropian. Antarësimi sjell zhvillim të menjëhershëm politik, ekonomik dhe social. Edhe një dhënë sipas European Commission thekson se vendet e antarësuara në BE pas 2004-shit kanë pasur zhvillim ekonomik si dhe rritje të investimeve të huaja, duke përmendur këtu Poloninë. Pra, nëpërmjet presionit që ushtron dhe nëpërmjet presionit që ushtron BE-ja mbi ne, atëherë mund të marrim reforma dhe shumë vende të cilat ndoshta nuk e kanë synimin për të antarësuar në BE, as nuk do të kishin menduar të merrin këto reforma, e jo më të zbatonin këto. Faleminderit. Përshëndetje Rena, unë quhem Kesia Salliu. Dhe përsa i përket argumentit tënd, më lejo të them se nga një këndvështrim social dhe ekonomik, integrimi në BE shpesh shihet si një mundësi për një lëvizje më të lirë dhe mundësi për punësim. Megjithatë, në Shqipëri, kjo mund të shkaktojë një problem serioz ekonomik dhe demografik për vendin. Sipas Instat dhe OECD, rreth 1/3 e popullsisë shqiptare kanë emigruar. Rasti më i dëgjuar është rasti i eksodit në vitet 90. Apo emigrimi i rritur shumë së fundmi nga të rinjt dhe profesionistë të kualifikuar. Vetëm në Itali dhe Gjermani jetojnë qindra mijëra shqiptar. Ky fenomen po krijon mungesë të profesionistëve si mjek apo inxhinier, një element thelbësor për zhvillimin ekonomik të vendit. Si pasojë, Shqipëria rrezikon të humbas kapitalin njerëzor dhe një vend nuk mund të zhvillohet pa praninë e njerëzimit të specializuar. Gjithashtu kisha një pyetje. Nëse integrimi sjell zhvillim, atëherë pse po largohen pikërisht të rinjt? Faleminderit. Përshëndetje, quhem Njada Çuni, sigurisht që dëgjova me shumë vëmendje argumentin tënd, por më duhet ta kundërshtoj sepse kam një pikpamje tjetër. Lëvizja e lirë, siç mund të marrim shembull diasporën, që sjell investime në Shqipëri, pra BE-ja sjell zhvillim ekonomik, duke shtuar këtë argumentin tim ku Shqipëria përfiton mundësi ekonomike nga BE-ja dhe ndihmon me fonde. Bashkimi Evropian nuk është vetëm një organizatë politike, njëkohësisht është një organizatë që sjell zhvillimin e vendeve që janë akoma në zhvillim, si për shembull dhe Shqipëria këto. Ndihmon në degë të ndryshme, siç mund të jenë bujqësia, industria dhe degë që ndoshta në jetën tonë të përditshme i shfaqen shpesh. Dikush mund të thotë se akoma jemi gati dhe fondet mund të keq përdoren, por janë pikërisht këto fonde, ato që duhen kontrolluar dhe duhen, le të themi, kontrolluar me rregulla strikte. Duke shtuar këtu dhe faktin se më vjen në ndihmë një statistikë nga IPA-ja në vitet 2014-2020, ku Shqipëria u ndihmua me fonde nga 600 milion euro në vitet 2020. Prandaj, duke shtuar dhe faktin se ka akses në tregje më të mëdha, stabilitet ekonomik dhe presion të reformave, ndihmon në demokratizëm, ulja rrezikun dhe mbajmë qëndrimin që po, duhet të antarësohemi në BE. Mirë, debati mirë, apo? Do të vjojmë tani me temën e dytë, temën e ato spontane, e debatit spontan pra, që do të zhvillohet midis dy liderëve të skuadrës, Kesit dhe Senelës. Përse takon temës që do ta zbulojë tani Senela, tek zarfet aty. Ja kalojmë pak mikrofon. Okay. Në rregull. Specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Ma kalon temën, të lutem. Pra tema do të jetë specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Jemi dakord? E zbulojmë tani qëndrimin. Kundër, pro do t'jetë Senela, kundër do t'jetë Kesi, 7 minuta kohë përgatitare.
Gati, të fillojmë debatin e dytë, debatin e liderave, përsa i takon temës specializimi i ershëm në shkollat e mesme është më efikas se edukimi i përgjithshëm. Pro do t'jetë Senela Bëshaka. Kundër do t'jetë Casey. Përsa i takon kësaj teme, uroj që ta keni kuptuar temën, jemi në gjysmë finale, kështu që suksese e jepni më të mirë. Përshëndetje, lidhur me këtë temë mund të bërë qëndrimin se specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa në shkollat e mesme të përgjithshme. Duhet kemi parasysh fillimisht sepse ky lloj specializimi afron shumë më shumë herë me tregun e punës. Janë pikërisht këto të rinj, të cilët mund të kenë talente të ndryshme, mund të kenë pasione, mund të kenë aftësi që ndoshta ca të tjerë nuk i kanë. Në realitetin tonë, në përditshmërinë tonë, unë mund të shikoj shumë bashkëmoshtarë të mi të cilët janë të lidhur mjaft mirë me njohuri akademike, të cilët janë të prirur mjaft mirë, apo kanë vullnet më shumë, apo dëshirë më shumë për të mësuar në lidhje me lëndët shkencore, ndërkohë që një pjesë tjetër e këtyre bashkëmoshtarëve janë më të prirur për ato aftësi që ne na nevojiten në jetën tonë të përditshme. Edhe për të sjellë këtu një shembull, faktikisht këto lloj shkollash të specializuara ekzistojnë si brenda vendit tonë, por edhe jashtë. Megjithatë, jashtë vendit tonë mund të sjell si shembull Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën apo Suedinë. Atje këto shkolla quhen me emrin Ausbildung, janë shkolla që faktikisht i japin këtyre nxënësve një zanat të caktuar, për cilin këto nxënës mendojnë se mund të jenë të aftë për të vazhduar në të ardhmen. Edhe pse mos të ndiqet një shkollë e tillë, në qoftë se do t'i sjell këtyre nxënësve të ardhura ekonomike më të mira, qoftë se do t'i sjell këtyre nxënësve një rrjet shoqëror i cili do t'i mbështesë më shumë në të ardhmen. Për më tepër edhe Italia është një shembull tjetër i cili tregon fare mirë se pas kryerjes së një shkolle të tillë ke fare mirë një diplomë e cila ty të punson në mënyrë të menjëhershme. Për më tepër, është një statistikë Gödeci and King në 2018 që ka treguar se përqindja më e madhe e të rinjve shqiptar nuk punësohen në ato profesione të cilat lidhen me kualifikimin e tyre. Duke treguar kështu faktikisht se ne e kemi shumë të rinj, të cilët punësohen në disa punë të cilat nuk mund të lidhen menjëherë me ato lloj kualifikimi që ato kanë. Pra, unë mendoj se specializimi i hershëm në këto shkolla të mesme është më i rëndësishëm sepse rrjedhimisht e ofron popullsinë me një treg pune. Atëherë faleminderit për mendimin tënd. Do doja ti citove që shumë të rinj sot janë dinë çfarë do të bëjnë në të ardhmen e tyre, pra e kanë atë prirjen dhe talentin për diçka caktuar dhe zgjedhin pikërisht ato. Por doja të thuaj që nga ana tjetër kemi shumë të rinj që nuk janë ende të bindur dhe janë konfuz përse i përket çfarë do bëjnë me të ardhmen e tyre. Pra nuk dinë nëse i pëlqen më shumë lëndët shkencore, lëndët shoqërore, gjërat që kanë të bëjnë me gjëra teknike apo gjërat që kanë të bëjnë me të folurit në publik apo politikën, gjëra të tilla. Pikërisht arsimi ose edukimi i përgjithshëm do të ndihmojë këta nxënës që përgatiten në fusha të ndryshme të jetës dhe në momentin që janë të bindur mjaftueshëm në një pikë të caktuar të zgjedhin atë çka ndjehen më mirë, për cilën ndjehen më të mirë, sepse po flasim për fëmijë akoma, po flasim për të mitur që janë në një moshë shumë të hershme për të vendosur se çfarë duan në të ardhmen dhe nëse gabojnë, ndoshta nuk do ta kenë atë mundësinë për të kthyer diçka tjetër që edukimi i përgjithshëm mund t'ja mundsonte. Pra dua të them këtë që edukimi i përgjithshëm e formson individin në çdo aspekt jetës, jo vetëm në një fushë caktuar. Dhe diçka e tillë është mjaft e nevojshme dhe e leverdishme për secilin nga nesh, i cili në një moment të caktuar nuk e ka bindjen e plot për diçka dhe me kalimin e kohës, duke parë, duke mësuar dhe duke studiuar për aspekte ndryshme të jetës, gjen në vërtet atë çka do t'i përshtatet më shumti dhe atë çka ka me vërtet dëshirë për të realizuar në të ardhmen, duke ardhur në ndihmë vetes dhe shoqërisë. Faleminderit. Për sa i përket asaj që u thatë, është vërtet se shkollat e përgjithshme shërbejnë si një mjet për t'i dhënë këtyre të rinjve njohuri të përgjithshme fillimisht. Por duhet kemi parasysh se këto dije të përgjithshme nisin që nga fillorja dhe pasohen me 9-vjeçaren. Edhe pas përfundimit të klasës së 9, shumica e të rinjve kanë një farë orientimi për atë që duan të vazhdojnë. Në qoftë se janë të rinj që janë prirur për lëndë akademike, sigurisht që mund të vazhdojnë një shkollë të mesme të përgjithshme. Por nga ana tjetër ka mjaft të rinj të tjerë të cilët nuk janë të prirur për këto lëndë ose nuk e shikojnë veten në të ardhmen duke punuar me një prej këtyre shkencave, prandaj
Prandaj këtu hyn pikërisht në punë këto lloj shkolla të mesme. Këto lloj shkolla të mesme të cilat faktikisht i ofrojnë këtyre të rinjve mundësi punësimi në ato zanata apo në ato aftësi, të cilat ato e shikojnë dhe ndjejnë veten më konfident. Së dyti këtu duhet shtojmë se faktikisht është specializimi i hershëm në këto shkolla të mesme, i cili do të sjellë edhe një larmishmëri apo një diversitet më të madh punësimi për popullsinë tonë. Sa nga familjet e tuaja faktikisht kanë nevojë për ndonjë mekanik, për ndonjë hidraulik. Janë pikërisht këto zanate që ne nevojiten në jetën tonë të përditshme, edhe janë pikërisht këto zanate që mund të vinë nga specializimi në këto shkolla të mesme. Nga ana tjetër këtu duhet shtojmë faktikisht se janë pikërisht këto lloj shkollash të cilat mund të përmirësojnë shumë herë më shumë meritokracinë e vendit tonë. Shumë herë, shumë të rinj mund të ndihen të demotivuar nga ambienti i punës, meqense se her pas here mund të kemi një theks të lidhjet, mund të kemi një staf i cili nuk të inkurajon që të vazhdosh përpara. E po janë pikërisht këto profesione, të cilat këto të rinj ndërmarrin përsipër, të cilat mund t'i bëjnë këto të rinj që të ndjehen me komfort në atë që ato po bëjnë. Edhe si rrjedhim, duke u bazuar në aftësitë e tyre, duke u bazuar në ato që ato realisht dinë të bëjnë, dhe duke mos u bazuar të ndonjë mik apo të ndonjë lidhje tjetër që ti mund kesh, këto rinj faktikisht jo vetëm që po rrisin larmishmërinë e punësimit në vendin tonë, por gjithashtu edhe janë duke rritur një farforme mënyra të ndryshme se si këto të rinj mund të vazhdojnë të zhvillohen në jetë përmes aftësive të tyre. Një fakt interesant është se në Shqipëri mbi zotëron arsimi i përgjithshëm. Faleminderit. Atëherë do doja ta nisja atë fjalën time duke thënë që vetëm gjë që s'ja merr dot njeriu është dia. Nëse një person vazhdon një shkollë të përgjithshme dhe edukohet në mënyrë të përgjithshme, merr dijen shumë aspekte të jetës dhe jo në vetëm një të vetme. E njëjta gjë ndodhet në një shkollë specializuar ku ti shkon, por nuk bën vetëm atë deg për cilin ti po specializohesh, por edhe pjesën tjetër të lëndëve të përgjithshme që bën në një edukim normal. Pra, kjo do të thotë që janë pikërisht këto lëndët, të cilat bëhen si në edukimin e përgjithshëm ashtu edhe në ato të specializuar, që na duhen në të vërtetë në jetë dhe duke qenë se bëhen në të dyja llojet e arsimeve, do të thotë që ka një rëndësi të madhe dhe ne nuk mund të shmangim ato absolutisht, do të themi që njëra është më mirë se tjetra apo jo. Ajo çka dua të them gjithashtu është që ti po thoje e përmende shumë shpesh që fëmijët të rinj domon janë gati në një moshë caktuar për të vazhduar për të punësuar në një fushë caktuar, shumë theti ka nevojë për një hidraulik apo për një mekanik. Gjëja është që ti këtë profesion ke mundësi ta zhvillosh edhe në të ardhmen. Pra nëse ti mbaron arsimin e përgjithshëm, ke mundësi të vazhdosh në çdo profesion që ti ke dëshirë, edhe me ndonjë kurs të thjeshtë, pra nuk është gjithmonë e nevojshme specializimi në shkollë. Prandaj arsimi i përgjithshëm na përgatit për më shumë fusha tjetër që na duhen në të ardhmen, edhe në qoftë se në një moment të caktuar ndryshojmë mendjen apo nuk jemi të bindur mjaftueshëm, ato na vijnë në ndihmë që të kemi një lloj bagazhi të përgjithshëm dhe mos të mbetemi tek njëra gjë që mund na kushtëzoj në të ardhmen. Faleminderit. Lidhur me këtë që sapo tha, duhet kemi parasysh se edhe shkollat e mesme profesionale faktikisht japin dije të përgjithshme në matematikë, në gjuhë, sepse janë lëndë të cilat janë të detyrueshme për këto nxënës që të ndiqen. Por këto shkolla e kanë prioritet këtë zanat apo këtë aftësi që këto të rinj duan që të ndjekin në të ardhmen. Megjithatë, një lloj arsimi i përgjithshëm në gjuhën matematik sigurisht do të ndodh. Së dyti këtu duhet kemi parasysh se faktikisht janë pikërisht këto lloj shkollash të cilat rrisin shumë nivelin e arsimimit në vendin tonë. Një statistik nga UNESCO në vitin 2024 ka treguar se niveli i papunësisë nga ato të rinj të cilët janë të paarsimuar është shumë herë më i lartë se sa nga ato të rinj të cilët janë të arsimuar. Çdo të thotë kështu se faktikisht janë pikërisht këto lloj shkollash të cilët mund të hapin dyert për ato të rinj të cilët nuk dinë se ku mund të vazhdojnë me një arsim të përgjithshëm. Nga ana tjetër, European Youth Parliament ka treguar në 2021 se 30% e këtyre të rinjve në Shqipëri janë NEET, pra janë papunësim, parsimin, pas një lloj trajnimi tjetër. Edhe faktikisht janë një 30% është një përqindje relativisht që duhet të shqetësoj, sepse duhet kemi parasysh se këto të rinj do të jenë ato që do të drejtojnë të ardhmen në të nesërmen tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme që këto të rinj të marrin një arsimim, edhe për sa i përket asaj që ato ndihen me komfort që të bëjnë, për sa i përket dhuntive që mund kenë, për sa i përket aftësive që ne na nevojiten realisht në jetën tonë të përditshme. Prandaj edhe ky lloj specializimi është shumë i nevojshëm, sepse rrit si rrjedhim edhe nivelin e arsimimit në Shqipëri. Atëherë do doja ta nisja fjalën time tashmë duke thënë një shprehje të Shakespeare që thotë the jack of all trade is better than the master of one. Pra mjeshtri i të gjitha zanateve është më mirë se mjeshtri i vetëm njërës. Përkthyer pak më ndryshe, por që kjo është esenca e thelbi fjalës. Do doja të thoja që
duke u kapur pak me këtë pjesën që specializimi i ershëm është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Mund të themi që janë të barabarta, ose mund të themi që specializimi i hershëm është po aq i mirë sa edukimi i përgjithshëm, por nuk mund të themi kurse se është më efikas apo më i mirë se sa edukimi i përgjithshëm. Kjo për arsye se, siç e thash edhe më parë, pavarësisht se specializimi i hershëm na jep një si themi drejtim në jetë, edukimi i përgjithshëm na bën të informuar në të gjithë gjërat e jetës, sepse ne shikojmë që edhe në përditshmëri ne nuk flasim apo nuk lidhemi vetëm me një degë të caktuar për cilën ne kemi studiuar. Ne shikojmë që edhe në një situatë të së përditshme shpeshherë lidhim me komunikimin, me lëndët shoqërore, shpeshherë lidhim me lëndët shkencore, na duhet diçka fizike, diçka kimike, diçka që ka të bëjë me matematikën. Pra janë të gjitha këto që na hyjnë në punë gjatë jetës dhe për cilat ne duhet kemi një bagazh të formsuar pikërisht nga edukimi i përgjithshëm. Gjë që specializimi i hershëm nuk e bën sepse të jep ty një prirje vetëm në një fushë të caktuar ku ti ke më shumë prioritet. Gjë që ka për mendimin tim nuk është aq e mirë sa një edukim i përgjithshëm që të informon për çdo gjë, për çdo aspekt jetës. Lidhur me atë që u tha, duhet kemi parasysh se në vitet e sotme konfirmohet se kemi një mungesë të njerëzve të kualifikuar dhe pikërisht nëpërmjet specializimit në shkolla profesionale, të rinjt kanë mundësi që të punësohen më shpejt duke rritur kështu edhe ekonominë e vendit dhe duke bërë një progres më të shpejt. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh se faktikisht ky lloj specializimi ju cekët që nuk sjell efikasitet, por efikasiteti lidhet me prakticitetin. Edhe ky lloj prakticiteti jepet fare mirë përmes këtij lloji specializimi, sepse këto të rinj janë ato të cilët jo vetëm do të mund të punësohen ato profesione që ato dëshirojnë, por edhe do të ndihmojnë shoqërinë dhe komunitetin e tyre në lidhje me punët e ndryshme që duhet të kryejnë në përditshmëri. Por më e rëndësishmja, këto të rinj do të ndihen rehat gjatë ditës së tyre në punën e tyre duke realizuar profesionin e tyre. Së dyti këtu duhet shtojmë se faktikisht janë këto shkolla të cilët sjellin një gjithëpërfshirje në shoqëri, edhe si rezultat do të ulin shumë edhe emigracionin. Është pikërisht ky fakt interesant që tregon se Shqipëria, siç e theka edhe pak mbare Nisa, Shqipëria mbizotëron në arsimin e përgjithshëm, ndërkohë që Austria, Gjermania, Franca, Suedia janë të gjitha vende që faktikisht i ofrojnë të rinjve një larmishmëri të madhe në mënyrë që ato të ndihen komfort në profesionin që do të zgjedhin në të ardhmen, edhe si rezultat këto të rinj nuk do të kenë nevojë që të largohen nga vendi i tyre, përkundrazi mund të gjejnë një profesion dhe një punë mjaft të mirë këtu që të vazhdojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre në këtë komunitet. Duke shtuar këtu edhe pjesën e afrimit me tregun e punës, larmishmërinë e punësimit, rritjen e nivelit të arsimuarve, rritjen dhe qëndrueshmërinë ekonomike të vendit. Dhe kjo e fundit që kishte lidhje me një gjithëpërfshirje në shoqëri, unë vazhdoj që të mbroj mendimin se specializimi i hershëm në shkollat e mesme është shumë herë më efikas se sa të vazhdojmë një shkollë të mesme të përgjithshme. Faleminderit. Atëherë, ti the që prakticiteti është mjaft i rëndësishëm dhe vjen nga shkolla, nga specializimi i hershëm. Unë mendoj që prakticiteti vjen me përvojë njësore. Pra edhe nëse ti vazhdon një edukim të përgjithshëm dhe ke arritur në një pikë që ke marrë një bagazh mjaftueshëm nga të gjitha lëndët që ti ke në këtë edukim përgjithshëm, me jetën dhe me atë çka profesionin që ti do të zgjesh në të ardhmen, prakticiteti dhe ajo gjëja do vi me kalimin e kohës, sepse edukimi është vetë jeta. Ne përgatitemi për çdo aspekt të jetës për të kaluar më pas tek ndarja që ne bëjmë në një të ardhme, kjo është pikërisht arsimi i lartë. Ti po ashtu thej se specializimi i jashtëm jep më shumë mundësi për punë të rinjve shqiptar. Do të thotë që sot shumë të rinj arrin që të punësohen edhe pa patur një arsim të specializuar, por edhe me arsimin e përgjithshëm që ata kanë. Dhe nga ana tjetër, ti the po ashtu që nuk shkolla domethënë specializimi i hershëm e bën më gjithëpërfshirje, pra ka siguron më shumë gjithëpërfshirje. Gjë që për mendimin tim nuk është e vërtetë, sepse shkolla e edukimi i përgjithshëm është ai i cili jep më shumë gjithëpërfshirje dhe më shumë barazim mes nxënësve dhe na bën të takohemi me edhe të kundërtën tonë, pra dikë që ka prirje të kundërt nga ne, gjë që ne do ta hasim shumë edhe gjatë jetës. Pra, nëse ti shkon në një specializim, në një shkollë me specializim që në fillimet e saj, ti do të kuptosh që përballë do të kesh njerëz që kanë po të njëjtat prirje me ty, ndërsa një arsim i përgjithshëm të takon me njerëz që ndoshta nuk kanë po të njëjtat mendime dhe të njëjtat prirje si ti, gjë që siç e thashë më parë, do të ndodhi shpesh gjatë jetëve tona. Dhe nga ana tjetër, punësimi i të rinjve dhe fakti që të rinjt po largohen nga Shqipëria nuk ka të bëjë me specializimin e hershëm. Askush nuk po largohet nga Shqipëria sepse nuk po specializohemi dot këtu. Po largohen për arsye të tjera që lindin, hapin debate të reja, por që jo për këtë. Prandaj doja të thoja që edukimi i përgjithshëm për ne
është më efikas ose po aq efikas sa specializimi i hershëm dhe i qëndroj deri në fund këtij mendimi. Faleminderit për që më dëgjuat. Faleminderit dyja vajza. Tani është momenti që juria do të mblidhet, do të bëjë vlerësimin. Në këtë rast nuk do të kemi të eliminuar, sepse njëra nga skuadrat do të kaloj për finalen e madhe dhe tjetra për finalen e vogël, për finalen e vogël që ndan vendin e 3 dhe të 4 dhe vendin e parë dhe të dytë përse takon atyre që do të shpallen sot finalistët, le të themi. Kështu që askush nuk do largohet. Ky është lajmi më i mirë, besoj apo jo. Mirë, faleminderit.
Mirë, ja ku jemi. Është emocioni më i bukur i ditës sot, sepse do të shpallim edhe finalistin e parë, që do të thotë skuadrën që do të garoj për çmimin e kampionatit në edicionin e 9, pra fituesit do t'i zbulojmë në datë 25 tek Piramida. Do të jemi në sallën e Innovation Hub për të zhvilluar një super finale. Ndaj do ta nisim pikërisht me fjalët e secilit antar për dhënë edhe vlerësimin pastaj përsa i takon fituesit të këtij debati. Kështu që Engji është fjala për ty. Shumë faleminderit. Para se të kalojmë te analiza e debatit dhe asaj që ne pam sot, fillimisht unë dua t'ju përgëzoj shumë. Ky ka qenë një nga debatet më të bukura që ne kemi parë këto ditë. Duke që kishte goxha, le të themi, dëshire dhe ambicie për të qenë edhe për të dominuar debatin. Normalisht do të thënë ishte e dukshme që ju jeni përgatitur, keni lexuar, dhe dua t'ju përgëzoj për këtë gjë së bashku me zyshat që ju kanë suportuar gjatë gjithë kohës. Përgjithsisht ishte një debat i mirë, përsa i përket strukturës, jeni përpjekur të ndiqni rregullat e debatit, patjetër që ka element që ndoshta mund të ishin më mirë, të cilat ne do u themi gjithmonë në formë këshille, patjetër si për vijimsinë e këtij edicioni, po edhe për edicionet e tjera, në mënyrë që ju mund t'i përcjellni edhe tek shokët e klasës. Përsa i përket strukturës, do donim ndoshta të shikonim pak më shumë një hapje dhe një mbyllje të debatit, dhe kjo është roli që i takon atij që e nis edhe atij që e përfundon debatin. Kështu që në nivel grupi, debati duke që kishte, le të themi, goxha diversitet, goxha argumenta, por do donim që kjo pjesë ndoshta të ishte më e strukturuar, ashtu siç ju e keni marrë edhe nëpër trajnime. Përsa i përket gjuhës, përsa i përket humorit, përsa i përket le të themi notave ose teknikave që ju mund të përdorni për të refuzuar kundërshtarin, pam që pyetja retorike është ajo që keni përdorur më shumë, po ka goxha element tjerë që ndoshta mund t'i përmendni si pjesë të argumentave të debateve për të dominuar kundërshtarin gjithmonë në nivel le të themi diskutimi. Elemente tjerë përsa i përket kohës, ndoshta ky është gjithashtu një element tjetër që ne përmendëm pak herës tjetër, gjithmonë para përgatitja dhe provat edhe ndoshta ndonjë shenjë nga skuadra për t'i bërë me dije shokut që shiko se po kalon koha dhe kjo është patjetër element vlerësimi. Këto ishin nga ana ime. Unë kushdo që të kaloj, unë e di kushdo kaloj, po kushdo që të kaloj është i fituar. Është, do të thënë, një debat shumë i mirë. Po, kalojnë të dyja, po ideja që do të thënë pavarësisht rezultatit, duhet jeni shumë krenar për vete. Për këtë shihet mirë që na sollët sot, edhe uroj shumë që e njëjta frymë dhe e njëjta përgatitje të kaloj edhe te brezat e tjerë. Unë ju përgëzoj për punën, si Kavajën edhe Shkodrën. Shkodrën është e dyta herë që e ndjek, sepse para pak ditësh kishim debat dhe shikoj që disa nga këshillat tona i kanë reflektuar. Kështu që shumë suksese. Atëherë përshëndetje, shumë faleminderit Engji për këtë analizë shumë të mirë të strukturës dhe formatit të debatit. Jam plotësisht dakord sepse ishte një mendim që në mënyrë unanime kishim të njëjtën qasje dhe perceptuam një lloj përballjen tuaj. Ndihem shumë e lumtur që në edicionin e 9 ne vazhdojmë të kemi të rinj që janë shumë të motivuar, që na sillin në format përpjekjet e tyre shumë serioze, edhe kjo është një gjë shumë e bukur, sepse shumë të rinj ndoshta emigrojnë, shumë të rinj janë në krizë identiteti, shumë të rinj ndoshta nuk guxojnë as të bëjnë pyetjen kush jam unë, sepse përgjigjja do jetë unë jam tjetri dhe ata janë në turm, në diçka të pavërtet. E për të mos qenë pjesë e turmës, duhet të rebelohesh dhe duhet të jesh antikonformist. Dhe antikonformistët vinë pikërisht nga formatet të tilla, që pasi kanë arsyetuar fort, pasi kanë kuptuar që duhet të reflektojnë bazuar në fakte dhe evidenca, çlirojnë potencialin e tyre dhe kreativitetin e tyre. Kjo ishte për t'ju përgëzuar si fjalë hyrëse, si analizë të debatit që ju sollën. Jam shumë e lumtur që kisha kohë pa e takuar Aleksandër Mojsiun, pa na ardhur këtu dhe bëri një përballje shumë dinjitoze pas një shkëputje në vitin e kaluar. Në vitin e kaluar, në 2 vitet e fundit, Zysha, që nuk kanë qenë, sepse këtë e fiksova, kështu që po them përballje dinjitoze, jo sepse skuadra përballjush
gëzon vlera apo dinjitet më shumë, sepse çdo njeri e ka dinjitetin prej faktit se është qenie njerëzore dhe nuk ja shton as debati as ndonjë aftësi e specializuar, por përballja dinjitoze është të përballesh një skuadër e shkëputur me një skuadër që është kampion në fuqi. Që do të thotë përballje dinjitoze do të thotë që ishte një përballje shumë e mirë. Ndoshta në skuadrën tuaj 2-3 persona kaluan kohën edhe këtu patëm që u kalua koha, dikush bën pyetjen më të fortë, dikush ndoshta hutohet dhe bëhet pak konfuz dhe thotë që unë jam dakord me ty, ndërkohë që nuk duhet të jetë dakord me skuadrën përballë. Këto janë disa elemente që ne nuk i shikojmë kështu si me pikatore këtë gjëra, sepse jemi me të rinj të cilët thjesht janë trajnuar dhe kanë marrë pjesë këtu. Nuk kanë bërë një kurs të specializuar. Do thoja, si kritika atë që tha Enxhi, sepse e diskutuam së bashku, është kur bëhet hapja e debatit, e kemi thënë dhe kemi shpjeguar në formën e një burgeri, është shumë e rëndësishme që ta sqarosh një herë çfarë është ky euroskepticizmi, sepse juve ju dëgjon një audiencë të rinj, ata nuk e dinë se çfarë është kjo gjë. Nuk e dinë kush janë vendet që janë larguar, kush tenton momentalisht, aktualisht të bëjmë një lexim në nivel kontekstual, të bëjmë një lexim të gjës aktuale që po ndodh. Kjo duhet bërë, ose dhe të debati dytë midis literave. Askush nuk përmendi orientimin karrierë, që është shumë i rëndësishëm në shkollat e mesme, ndodh në klasën 9, si bëhet, çfarë ofrohet, çfarë ofron tregu në Shqipëri, a ofron mundësi për specializim, sikurse vendet e tjera. Kështu që strategjitë e të menduarit janë krahasim, janë analiza shkaqe pasojë, janë shpjegim për te fakteve, sepse kemi thënë faktet përbëjnë argument aq sa një pir gurësh përbëj një shtëpi. Duhet të lidhen ato fakte, po lidhen me kontekstin, me diçka aktuale. Një kritik tjetër që kam për të dyja skuadrat. E keni vënë re Nikun që është moderatori i gjithë edicioneve tona, që ka një të folur me shumë vetbesim edhe me shumë intonacion. Kur ju e lexua temën, e dytë unë se kuptova fare. Kur e lexoi Niku, unë e kuptova direkt. Specializimi i hershëm në shkollat e mesme. Pra, gjuha e përdorur dhe intonacioni tregon vetbesim. Tregon faktin që ti e zotron, që ti e di, që e ke nën kontroll. Mirë, po çfarë tregon kontrolli? Menaxhim të vetes, menaxhim të emocioneve. Kishit një gjuhë, domethënë të mirë, nuk po them që nuk kishit vetbesim, por këshill, sepse do vini njëri në finalen e vogël, njëri në finalen e madhe, të vini aty me një të folur me intonacion, me të folur të qartë. Mos thoni kur që jam dakord me ty, por thoni jam pjesërisht dakord me ty, ose ju dhat një fakt interesant, por më duhet që të mbaj qëndrimi kundër, sepse unë zotroj më shumë fakte lidhur me këtë gjë, dhe kur bëhet mbyllja është përforcimi i gjithë antarëve që kanë folur, edhe një herë përforcimi për argumentin që ti ke dhënë pro ose kundër. Duhet që të bëni çik më shumë përforcim. Pra, kush është i fundit? Jep një fakt, e shton. Por duhet të bëj patjetër përmbledhjen, sepse ne si juri do të harrojmë, ose audienca që nuk e ka të shënuar, se ne kemi gërmzuar të gjitha. Dakord? Shumë gjëra të tjera të thoja, por kohën e kam të limituar edhe të filloj nga leksioni. Pastaj shumë suksese, ju presim në përballje, e dim që do shkëlqeni, do jeni shumë të mirë. Qëndrimin e trupit, ju lutem, qëndrimi i trupit, gjuha e trupit vlerësohet më shumë se sa fjalët. Përpara se njëri fillojnë të flas, trupi bërtet dhe ulëret. Përpara se dikush të afrohet që të thotë mirëmëngjes, ka treguar me gjuhën e trupit vet nëse dëshiron ta thotë apo jo mirëmëngjesin. Kështu që qëndrimi i drejtë, vëmendja, dhe duhet të aktroni. Sepse qëndrimi juaj pro ose kundër është aktrim, se ne nuk e dim nëse ju jeni euroskeptik apo jo. Këtë të vërtet nuk e dim. Edhe një çik kortizol, pak stres ju bën shumë mirë. Jeta pa pak stres nuk kalohet. Një çik kortizol, çik estrogen. Do ju sugjeroja që në mëngjes, përpara se të dilni, me gishtin e madh të këmbës, t'i gjuani një mobilje fort. Edhe të vini këtu me më shumë grindri. Faleminderit shumë. Mirë. Unë i bashkangjitem plotësisht çdo fjalë që dy koleget e mia dhanë sot, jo kritika, por kemi dashur t'ju sjellim disa fakte
që janë shumë të rëndësishme për të bërë ju të merrni sa më shumë informacion dhe sa më shumë pikat e nevojshme që do ju duhen në debatet e nesërme apo dhe në debatet e ardhshme ku do të jeni pjesë, sepse jam shumë e bindur që do të jeni pjesë. Jeni vërtet dy shkolla shumë të mira, keni pasur element në grup që kanë qenë vërtet ku dallohet puna në grup dhe puna e bërë mirë nga të dyja skuadrat. Dhe unë për këtë i përgëzoj të dyja zyshat që kanë punuar me ju kanë sjellë deri këtu dhe ajo që do më shoja më shumë është që të vazhdoni akoma më shumë të punoni për të patur një prezantim akoma më shumë dinjitoz. Thënë këto, ju uroj shumë suksese në vazhdim dhe 28 nëntori Shkodër 230 pik, Aleksandër Mojsiu 213 pik. Pra, finalistët e këtij edicionit 9 do të jetë shkolla 28 nëntori, do një dorë tërkitje e meriton. Dhe shkolla Aleksandër Mojsiu ka arritur, do të jetë pretendente për çmimin e 3 dhe të 4 që do të zhvillohet pikërisht në datë 25, një dorë tërkitje dhe për ta e meriton. Zakonisht kur neve bëjmë këto diskutimet se si do të shkojë kampionati, parashikimet, domethënë sinqerisht nuk ju kishim marrë për bazë, domethënë dua të jemi sinqert, por ja që ndonjëherë edhe parashikimet dalin përtej asaj çfarë mund të mendoj individualisht secili nga ne, kështu që unë jam shumë i surprizuar dhe jam shumë mirënjohës që keni bërë një përgatitje të tillë dhe keni prezantuar shkollën në mënyrë dinjitoze, kështu që faleminderit, ju vlerësoj shumë. Mirë, ky ishte debati, kjo ishte edhe dita e parë e çerek finale dhe gjysmë finale e parë. Do të shihemi bashkë në datë 25 tek Piramida. Suksese!